Ne bëm një kapërcim në vite, por unë dua të rikthehem edhe një herë gjatë luftës në një moment delikat. Dua të rikthehem ke balli kombëtar. Edhe sot e kësaj dite njerëzit nuk janë të sqaruar me pozicionin e ballit. Jeni e vendosur edhe sot se balli kombëtar ka qenë bashkëpunëtor i okupatorëve. Këtë mund ta them me bindje të plot, sepse i kam përjetuar ato ngjarje. Kam përvojën time, i njoh njerëzit me të cilët kam punuar bile ose jam përpjekur, dhe prandaj nuk është thjesht një bindje kështu personale, por është një realitet i pamohueshëm që balli kombëtar e legaliteti kanë bashkëpunuar me pushtuesit fashist edhe nazist, domethënë italianë edhe gjerman. Për këtë Enveri ka një libër të tërë ku përshkruan përpjekjet që ka bërë ai dhe gjithë partia, gjithë neve për të vënë në luftë, për të nxitur në luftë, për të tërhequr në luftën antifashiste nacionale shqiptare. Unë nga përvoja time po përmend që unë punoja veçanërisht me gratë. Edhe kishim këshillat antifashiste të grave dhe me anën e këtyre këshillave neve kemi bërë përpjekje që të afronim edhe gra që bënin pjesë në ballin kombëtar ose në organizata të tjera që akoma nuk ishin aktivizuar. Për shembull, unë mund të them që ne votonim një gazetë, Gruaja Shqiptare, që e drejtoja unë bashkë me Olga Plumbit. Neve tërhoqëm aty Musin e Kokalarin, edhe ajo erdhi në një mbledhje që në debatin e parë, që në numrin e parë, si thua, në debatin që u zhvilluam, ajo insistoi në formulimin, si thua, që duhesh të përfshihesh në kryartikullin, si thua, disa luftojnë sot, disa të luftojnë nesër. Natyrisht ato e thoshin për veten e tyre dhe ishte papranueshme, por megjithatë unë nga ana time bëra një lëshim. Po për këtë lëshim pastaj Enveri ishte një gjë që më dha një dru. Domethënë revista ishte e mirë, por jo më i verë se kisha një pseudonim të luftës se sot duhet të luftojmë, jo nesër. Ishte kjo. Edhe ajo u largua. Megjithëse ne u përpoqëm, po ajo u largua. Pastaj ose gjithë familja e Tamarit të Trin Tansheut, që të tërë e njohin tashti, unë një gjyshen e tia. E të Tansheut? Tri Tansheut. Po. Përveç babajnë që fundi atëherë ishte komuniste edhe një se kisha shkuar dhe në Durrës. Nënën e tia e kisha shoqe shkolle, si thuash, megjithëse edhe halla tia ishte një nga Gjafërdita Aslane, dhe përgjithsisht dhe me ato kishim një farë lidhje. Të gjithë kjo familje dhe ky rreth ishin simpatizantë anglo-amerikanëve, domethënë edhe kishin këto tende, megjithatë neve me që kishim edhe neve aleate dhe kemi bashkëpunuar gjatë luftës. Po erdhi momenti pastaj që këta edhe u shkëputën nga neve. Më thënë, përpjekje kemi bërë. Përveç kësaj përvoje, unë nuk e di se cila ka qenë mënyrat se si kush i kishte raportuar Mitat Frashit për mua, kush i kishte folur për mua, ndoshta janë nga këto gratë, siç ka qenë dhe vajza e Medi Frashërit, ndoshta Halim Begeja që ishte i dërguar i Mitat Frashit në konferencën e Pesës, kështu që mua më erdhi një ftesë nga ana e Mitat Frashit Lumoskendos. Unë atë kisha njohur dhe më parë në librarinë e tij, që kur ishim nxënëse, dhe kalonim në librarinë e tij. Edhe çfarë kishit ju për të? Çfarë shtypje lindte juve? Atëherë neve shikonim me shumë respekt, se si thuhet ne e dim kush ishte, edhe ai gjithë shërbimet i bënte vetë, si thuash në një librari. Natyrisht pastaj edhe me atë sjelljen e tij, veshjen e tij klasike, me ato jakat të kollarisura,
me papiljonin, me ato gjysmëlykët e kështu. Po, sidomos duke menduar se kush ishte, neve kishim simpati të veçantë. Kështu që unë edhe pranova kur shkova, e gjeta po atë Lumoskendo, si thua si që kisha njohur në rinin time. Ajo interesua pak për familjen time nga vija, nga rrithja, domethënë, edhe për çfarë punesh bën. Kur unë ati shpjegova se si çfarë bënim, si luftonim, me rinkisha ilegale, që kisha lënë familjen, që kisha kaq vjet që nuk i kisha në Tiranë, por nuk mund t'i shkoja në shtëpi atje. Unë mbaj mend, ose në esencë, domethënë, fjala ose nga bashkëbisedimi me të ishte që jo më i vajzë, nuk duhet të rrezikoni. Do vi koha që do të luftojmë të gjithë. Për cilën kohë kishin? Si mendoni ju, zonja Hoxha, për cilën kohë kishin fjalën Mitat Frashëri, Musini Kokalari e tjerë? Për cilën kohë? Në cilën kohë do luftojë sipas tyre? Sipas tyre ishte që t'i nxirrnin gështenjat nga zjarrit të tjerët, që dhe neve, që luftonin në male, por edhe t'afrohesh fitoria, domethënë nga ana e alatëve, anglezëve, amerikanëve, edhe prandaj erdhëm bim në prak të kapitullimit të Italisë, që është Mukja, edhe Mukja është e lidhur me këtë situatë. Prandaj ka këtë rëndësi që për Mukjen ishim të interesuar dhe neve, Fronti Antifashist Nacional Shqiptar, ishin dhe ata të interesuar. Por kërkesa ose këtë bashkëpunim e kërkonim nga pozita të ndryshme. Neve e kërkonim nga pozitat që ka ardhur koha, tash tamam thosh që juve tashmë duhet të mobilizoni gjithë forcat tuaja, edhe së bashku domethënë të japim atë, sepse pritesh dhe zbarkimi i anglo-amerikanëve, dhe mendohesh që ky zbarkim atëherë është e folur shumë, që mund të bëhesh në Itali, mund të bëhesh në një pikë të Ballkanit, se forcat naziste këto ishin në Afrikën Veriore, edhe bile pikërisht në këtë kohë shtabi i përgjithshëm e mberi erdhi mu në Pezë, që të ishte në afër Tiranës, sepse mund të bëhesh përpjekje, dhe këtu në letrat janë shumë të bukur ato prapë të mberit planit tije që mendon dhe i lidhur me Tirana dhe debati me mua lidhur. Po Gjermanët, më falë, po ballistët, çfarë mendonin? Tashi, ana tonë kjo ishte. Kurse ballistët menduan se erdhi koha që ata tashti të harroheshin gjithë kjo periudhë, mbaruan, domethënë u bë, dhe tashti ato prapë si baballar të kombit të ndalin pushtetin. Mershin atë tabile pushtetit. Të mos e ndalin, por ta merrnin atë. Domethënë natyrisht, po edhe filluan si pa gjë të keq, sikur ishin autor ata të gjithë ato dorëzimit kuror, se që i dhanë Emanuelit, më vonë gjithë bashkëpunimi me gjermanët, që ishte vërtetuar dhe me dokumenta, dhe krijimi i komitetit për shpëtimin kombëtar e të tjera, me një fjalë juve luftuat, po domethënë neve na përket prapë që tash. Këtë nuk e pranoi Enver Hoxha. Për ju mendoni se ishte pa pranueshme që luftën ta kishit bërë ju dhe pushteti të ndahej me ballin kombëtar që në fund ishte shqiptar? Jo, ishte e pa pranueshme në këtë kuptimin siç e shton, në formën siç e shtronin ata, se bashkëpunimin me këta me patriotët që do të luftonin, edhe në mes tyre pati që luftonin, se nuk kanë qenë komunistët tërë. Neve kemi pas figura të shquara si bashkëpunëtor, domethënë antifashistë, që u përfshin, që nga Omer Nishani, luftatarët të tjerë, pastaj që drejtuan edhe forca ushtarake, kështu që nuk ishte thjesht, po si ballë kombëtar, si organizat, që kishte bërë dokumentet me Dalmacon, bashkëpunim me Dalmacon, që kishin bashkëpunuar me gjermanët. Kjo ishte e pa pranueshme, qoftë si ballë kombëtar, qoftë si legaliteti. Neve për shembull edhe Abbas Kupin e quam, ishte antar i delegacionit ton. Por ai jo vetëm që delegati i frontit e Merdisnica